Udhëheqësit në kishën lokale. 1 Pjetrit 5, 1-5. Eksodi 18, 13-27. A mund ta hapim Biblën së bashku tek Eksodi 18? Eksodi 18. Nga ku do t'ju lexoj prej vargu 13 e deri në fund të kapitullit. Në këtë kapitull, vjerri i Mojsiut i jep atij këshilla. Por ndodhi që të nesërmen, Mojsiu u ul për të gjykuar popullin. Populli u mblodh rreth Mojsiut që nga mëngjesi deri në mbrëmje. Kur vjehri i Mojsiut pa të gjitha ato që ky bënte për popullin, tha: "Ç'është kjo që bën ti me popullin? Pse ulesh vetëm dhe tër populli të ri për qark nga mëngjesi deri në mbrëmje?" Mojsiu ju përgjigj vjehrit të vet: "Sepse populli vjen tek unë për të këshilluar me Perëndin. Kur ata kanë ndonjë problem, vijnë tek unë dhe unë gjykoj njërin dhe tjetrin dhe u bëj të njohur kanunet e Perëndisë dhe ligjet e tij." Por vjehri i Mojsiut i tha: "Ajo që bën ti nuk është mirë. Do të raskapitesh në fund, ti dhe ky popull që është me ty, sepse detyra që ke marrë përsipër është shumë e vështirë. Nuk mund t'ja dalësh në krye vetëm. Tani dëgjom. Unë do të të jap një këshill dhe Perëndia qoftë me ty. Përfaqësoje ti popullin përpara Perëndisë dhe paraqitja Perëndisë problemet e tyre. Mësoju atyre statutet dhe ligjet dhe tregoju rrugën nëpër të cilën duhet të ecin dhe atë që duhet të bëjnë. Por zgjidh në mes të gjithë popullit disa njerëz të aftë që kanë frikë nga Perëndia, njerëz të besuar që e urrejnë fitimin e padrejtë dhe vendosin mbi popullin si krerë të mirave, krerë të qindrave, krerë të 50-rave dhe krerë të 10-rave. Dhe lejo që të jenë ata që do ta gjykojnë popullin në çdo kohë. Ata do të parashtrojnë çdo problem me rëndësi të madhe, ndërsa për probleme të vogla do të vendosin vetë. Kështu do të jetë më e lehtë për ty, dhe ata do ta mbajnë peshën bashkë me ty. Në qoftë se ti vepron kështu, dhe kështu të urdhëron Perëndia, mund të mbahesh. Dhe tër ky popull do të arrijë faqebardh në vendin e caktuar për të." Mojsiu e dëgjoi zërin e vjehrit të tij dhe bëri gjithçka që i kishte thënë. Kështu, Mojsiu zgjodhi në tër Izraelin disa njerëz të aftë dhe i vuri si krerë të popullit, krerë të mirave, krerë të qindrave, krerë të 50-rave dhe krerë të 10-rave. Kështu ata e gjykonin popullin në çdo kohë. Çështjet e vështira ja parashtronin Mojsiut, por çdo problem të vogël e zgjidhnin vetë. Pastaj Mojsiu nda nga vjehri i tij, i cili u kthye në vendin e vet. Amen. Pasi lexuam nga Dhjata e vjetër, ju ftoj tani të shkojmë në Dhjatën e re, te 1 Pjetrit kapitulli 5. Do t'ju lexoj 1 Pjetrit 5, 1-5. U bëj thirrje pleqjve midis jush. Unë bashkëplak dhe dëshmitar i vuajtjeve të Krishtit, edhe pjesëmarrës i lavdisë që ka për t'u zbuluar. Ruani tufën e Perëndisë midis jush, duke mbikëqyrur jo me detyrim, por me vullnet të lirë, jo për përfitim të pandershëm, por me vullnet të mirë, dhe jo si zotërues mbi ata që ju janë besuar, por duke u bërë shembull për tufën. Dhe kur të shfaqet kryebariu, do të merrni kurorën e lavdisë që nuk fishket. Gjithashtu ju, të rinjt, nënshtrojuni pleqjve, po, nënshtrojuni të gjithë njëri tjetrit dhe vishuni me përulje, sepse Perëndia i kundërshton mendjemëdhenjt, por u jep hir të përulurve. O Atë, ne lutemi dhe kërkojmë ndihmën tënde, ndihmën e frymës së shenjtë. Ndërsa do të mendojmë për këto gjëra, ne vijmë para teje me dobësi dhe lutemi që të përjetojmë se ti je më se i mjaftueshëm për nevojat tona. Ne të lutemi në emrin e Jezusit. Amen. Ju që jeni të vëmendshëm ndaj hollësive, do ta keni vënë re tashmë që po bëjmë një pushim të shkurtër nga Efesianëve 6. Keni të drejtë. Ky nuk është një vendim arbitrar. Në fakt, kjo është shumë e qëllimshme. Megjithatë, më lejoni të filloj kështu. Një të diel, kohë më parë, kur arrita në Dublin dhe mora një makinë me qira, e kisha vendosur që doja të shkoja në kishë atje. Doja të shkoja në një kishë të caktuar, të cilën më në fund e gjeta. Por nuk ishte e lehtë, sepse aftësia ime për të orientuar në qytet u pengua fort nga një klerik tjetër. Kleriku tjetër ishte vetë Papa, të cilin disa e konsiderojnë si zëvendësi i Krishtit mbi tokë. Kjo gjë më bëri të mendoj ndërsa po i jepja makinës. Fillova të mendoja për faktin që atë të diel të caktuar, në përgatitje për takimin ton për të dielën e ardhshme, kur do të caktonin pleq në kishë. Duke qenë se i kisha të dyja këto gjëra në mendjen time, thash me vete: si vallë mund të kalojnë njerëzit nga udhëzimi i qartë i dhjatës së re te një strukturë hierarkike si ajo e kishës katolike romane, ku në fund të fundit pushteti rrjedh realisht nga autoriteti i një individi të vetëm. Kjo më bëri të mendoja se sa e lehtë është që,
Kur njerëzit e Perëndis nisin të lartësojnë urtësinë njerëzore mbi fjalën e Perëndis, sa lehtë dhe sa shpejt mund të shkojnë keq gjërat. John Murray, i cili tani ka shkuar në qiell, kur ishte profesor në seminarin e Westminsterit, Westminster Seminary, bëri një deklaratë shumë domethënëse në lidhje me këto gjëra, kur po fliste për mënyrën se si na mëson Bibla për rëndësinë e udhëheqjes së përbashkët në kish dhe se pse ishte kaq e rëndësishme që kjo gjë të ruhej në kish. Pastaj ai tha: "Nuk është habi që kur njerëzit nuk ecin sipas udhëzimit të qartë të shkrimit, atëherë hapat logjik të çojnë në atë që mund të konsiderohet si shtrembërimi më i madh në historinë e krishterimit, domethënë në pretendimet dhe blasfemit e papatit." Kjo është një deklaratë shumë e fortë, por ju jeni njerëz me mend dhe shpresoj që keni një Bibël të hapur para jush. Prandaj, ju keni të drejtë të lexoni shkrimet dhe të vlerësoni si kohrat dhe mënyrën se si është shpalosur historia. Kjo nuk është e lehtë, pasi është një përgjegjësi e veçantë në sferën e katolicizmit roman. Është fakt që në një shkallë më të ulët, protestantizmi është po aq i prirur ndaj së njëjtës arrogancë dhe tiranie që i lartëson individët në pozita në të cilat nuk duhet të jenë kurrë. Ju mund të keni qenë në kisha të tilla, dhe Zoti na ruajt që të mos bëhemi kurrë një kishë e tillë, sepse ka një farë prirjeje në zemrën e njerëzit për të arritur në atë përfundim. Do ta trajtojmë këtë temë shkurtimisht dhe në mënyrë përzgjedhëse sot, në dritën e asaj që na pret si kish. Asnjë kish nuk mund të hamendësojë se do ta bëjë me siguri kalimin nga një brez te tjetri, nëse nuk tregon kujdes të veçantë për t'u siguruar që ata të cilët veçohen për ato përgjegjësi të dallohen jo vetëm nga karakteristikat e përshkruara në Dhjetën e Re, por edhe nga kuptimi që kanë për doktrinën e krishterë dhe për vendin që u është caktuar. Është kështu, sepse historia e kishës e bën të qartë që kisha e Jezu Krishtit nuk përparon dhe nuk do të përparojë përtej përparimit frymëror të udhëheqësve të saj. Kisha nuk do të përparojë përtej përparimit frymëror të udhëheqësve të saj. Ja pse Dhjata e Re i jep një vlerë shumë të lartë vetudhëheqjes. Për shembull, kur Pali i shkruan letrën e tij të parë Timoteut, përse i thotë: "Kjo fjalë është e besueshme. Në qoftë se dikush dëshiron të bëhet peshkop ose të jetë një plak kishe, punë të mirë dëshiron." Punë të mirë dëshiron. Kur e lexoni Biblën tuaj, ju kuptoni që historia e Dhjatës së Re është historia se si lajmi i mirë i Ungjillit depërtoi në komunitetet e asaj kohe si rezultati i predikimit të apostujve. Ndërsa apostujt predikuan, njerëzit u kthyen në besim. Ata u bën ndjekës të Jezusit. Duke qenë se u bën ndjekës të Jezusit, ata u mblodhën në bashkësi me njëri tjetrin. Dhe ndërsa u mblodhën në bashkësi me njëri tjetrin dhe filluan të lexonin si fillim shkrimet e Dhjatës së Vjetër dhe të pyesnin se si do të funksiononin në vazhdimsi, si përmes praktikës, ashtu edhe përmes udhëzimeve të tyre, apostujt e bën shumë të qartë që udhëheqja ishte jashtëzakonisht e rëndësishme. Prandaj, në librin e veprave, ju lexoni her pas here që Luka thotë: Pali dhe Sila, ose Pali dhe Barnaba shkuan në këtë apo atë vend dhe pasi predikuan ungjillin në atë qytet dhe bën shumë dishepuj, u kthyen sërish aty për të caktuar pleq nëpër kisha. Këta njerëz ishin nën autoritetin e Perëndis dhe u ishte besuar privilegji dhe përgjegjësia që të siguroheshin se fjala e Perëndis po zbatohej, se biri i Perëndis po nderohej dhe se populli i Perëndis po ndërtohej. Kur lexojmë këtu te 1 Pjetrit 5, jemi në fund të letrës së tij. Një letër të cilën ua kishte shkruar besimtarëve të shpërndar të kohës së tij, ata të cilëve ai u referohet si të zgjedhurve në diasporën e Pontit, të Galatis, të Kapadokis, të Azis dhe të Bitinis. Ju edhe sot mund të gjeni një hartë apo një atlas dhe t'i gjeni këto vende, edhe pse tani ato kanë emra të rinj dhe më të kohës. Ajo që kishte ndodhur ishte që ata e kuptonin veten e tyre në një mënyrë krejtësisht të re. Ndërsa më parë ata identifikonin veten sipas fondit të tyre, sipas etnisë, sipas aftësive, sipas zanatit të tyre, e kështu me radhë, sepse kjo është mënyra se si njerëzit bëhen bashk, apo jo. Në përgjithësi, njerëzve që u pëlqen të bëjnë palestër, shkojnë në palestër. Atyre që nuk u pëlqen, nuk shkojnë. Njerëzve që u pëlqen të vizitojnë libraritë dhe të rinë aty deri pas dite vonë, duke menduar thellë, janë edhe ata një grup i veçantë. Mirë po, në komunitetin e krishterë nuk po ndodhte kjo, sepse në ato komunitet gjeni disa njerëz që u pëlqen libraria dhe disa që u pëlqen palestra. Si vallu njohun me njëri tjetrin? E po, kjo gjë nuk ndodh në librari dhe as në palestër. Ku ndodhi? Në fakt, ata u takuan rreth tryezës së darkës së Zotit. Tryeza e darkës së Zotit. E ke fjalën për ato lloj vendi ku komuniteti portretizohet me të vërtetë? Po,
E sakt, ata u takuan me njëri tjetrin. Ata po bënin diçka shumë të çuditshme. Të gjithë ishin ulur bashkë si një grup dhe po dëgjonin një fjalim. Por kjo zorse ndodh në ndonjë vend në botën perëndimore. Edhe kur presidenti përpiqet të mbajë një fjalim, ai fjalim ndërpritet gjithkohën nga duartrokitjet, kurse këtu nuk dëgjohen duartrokitjet. Dhe nëse e bën, bie në të lashe. Prandaj, pse ta bësh? Mendoni për grupin. Shikoni se kush është ulur këtu. Çfarë ka? E po, Pjetër na thuaj. E para e Pjetrit 2:9 thot: Por ju jeni fisi zgjedhur, priftëri mbretërore, kombi shenjtë, popull i fituar nga Perëndia. E dalloni? Ai po përdor gjithë këto tablon nga Dhjata e Vjetër në lidhje me popullin e Perëndisë. Në letrën e tij, Pjetri po bën atë që Pali bën diku tjetër. Ai po e lartëson mrekullinë e faktit që në Jezusin Perëndia mori 2 njerëz, nga të dy këta bëri një njeri të ri. Ata i gjen veten e tyre në këtë kontekst, qofshin nga grupi më i arsimuar apo nga ai më pak i arsimuar. Dhe pavarësisht nëse janë nga e njëjta përjardhje etnike, ata po këndojnë të njëjtat këngë. Ata po këndojnë bashkë të njëjtat psalme, po i nënshtrohen së bashku shkrimeve dhe së bashku po shohin drejt Zotit. Në atë kontekst dhe në atë komunitet zbatohen parimet e udhëheqjes së kishës. Kur ne bëjmë pyetjen dhe e gjejmë përgjigje në Bibël, si duhet të funksionojë kisha, atëherë nuk mund të kemi pikë dyshimi. Gjatë veprave të apostujve, modeli është që burrat dhe gratë ktheheshin në besim. Kisha themeloheshin dhe caktoheshin pleq. Ja pse këtu te 1 Pjetrit 5 lexojmë: U bëj thirrje pleqve midis jush. Ai thot: Unë jam plak bashkë me ju, dhe ja se çfarë duhet t'ju them. Në këtë pjesë, ai nuk po trajton kualifikimet e pleqve. Ai është duke u marrë me administrimin e pleqësisë së kishës. Kualifikimet mund t'i lexoni te 1 Timoteu 3 dhe në vende të tjera. Mirë po, këtë mëngjes nuk do të flas për këtë temë. Dua t'ju jap 4 fjalë në lidhje me udhëheqjen. Ja ku i keni. Duam të mendojmë për udhëheqjen si pastorale, llogaridhënëse, e përbashkët dhe frymërore. Do ta kalojmë shpejt secilën prej tyre. Udhëheqje pastorale. Më së pari, udhëheqja është një shërbesë e dukshme dhe e qartë pastorale. Do të vini re që në vargjet e para të 1 Pjetrit 5, nga sa mund t'ju tregoj bazuar mbi njohjen time të Dhjatës së Re në greqisht, është që në terminologjinë e përdorur në këto vargje, Pjetri është duke i përdorur fjalët në mënyrë të ndërsjellë për të sqaruar natyrën e kësaj udhëheqjeje pastorale. Për shembull, herën e parë që shihni fjalën pleq në ato vargje, që në greqisht është presbuteroi, nga e cila vjen fjala presbiter ose presbiterian. Kjo është një fjalë që shpreh më së shumti idenë e pjekurisë frymërore. Pjekuria frymërore mund të mos jetë domosdoshmërisht e lidhur me moshën e personit, sepse duket qartë se është e mundur që të kesh njerëz në moshë të madhe, të cilët të jenë ende relativisht të papjekur. Po kështu është e mundur që të jesh i ri dhe të kesh ecur shumë me Perëndin. Kjo pra është çështja e pjekurisë. Pastaj, Pjetri nxit me fjalët: Ruani tufën e Perëndisë. Folja që përdoret atje është një folje e zakonshme për gjithë atë ide. Në fakt, kjo flet për përgjegjësinë e veçantë e asaj që po ndodh. E thënë ndryshe, nëse përdor atë fjalë, bari ose pastor, ajo e heq menjëherë që është janë thjesht nga sfera e administrimit apo nga të qenët në gjendje për të përdorur disa dhunti të caktuara, të cilat mund të jenë pjesë e jetës së përditshme të një individi. Me të apo pa të, roli është të ruajnë tufën. Dhe së treti, për të treguar mbikëqyrje, siç do ta shihni, duke e mbikëqyrur. Fjala që përdoret këtu është episkopoi, që siç mund ta dalloni dhe vetë, na jep fjalën episkopal. Prandaj, kur ne i përdorim këto fjalë, në fakt, jemi duke folur për ushtrimin e të njëjtit ofiq. Ato që e gjeni te 1 Pjetrit, e gjeni gjithashtu edhe te letra e hebrejve. Te hebrejve 13 thuhet: Kujtoni udhëheqësit tuaj. Dhe pastaj thot se ajo që ata bën ishte që ju than fjalën e Perëndisë. Çfarë bëjnë pleqt? Ata ju flasin fjalën e Perëndisë. O jo, a nuk e bën pastori këtë? E po, pastori është thjesht njëri nga pleqt. Të gjithë pleqt duhet të jenë në gjendje t'ju flasin fjalën e Perëndisë. Kjo nuk do të thotë që ata e flasin atë nga këtu, por do të thotë që nëse u drejtohesh atyre, ata do të jenë në gjendje të shkojnë te shkrimet bashkë me ju dhe do të jenë të aftë të japin mësim. Ata ju folën fjalën e Perëndisë, ata ju udhëhoqën. Prandaj, ja si qëndron puna. Ata duhet t'ju ushqejnë dhe t'ju udhëheqin. Më poshtë në këtë pasazh ai thotë:
duhet të jeni të vetëdijshëm për faktin që ata vigjilojnë mbi shpirtrat tuaj. Pra, udhëheqësit ekzistojnë për t'ju ushqyer dhe për t'ju udhëhequr, për t'ju mbikëqyrur dhe për t'ju paralajmëruar. Këtë duhet të bëjnë udhëheqësit, të rrinë sy hapur mbi shpirtrat tuaj. Sikurse ka thënë edhe Pietri këtu, mënyra se si duhet të ndodhë kjo është njëkohësisht sfiduese dhe dobishme. Ata duhet të mbikëqyrin. Vini re 3 jo dhe pastaj 1 por. Jo me detyrim, por me vullnet të lirë. Jo për përfitim të pandershëm, por me vullnet të mirë. Jo si zotërues mbi ata që ju janë besuar, por duke u bërë shembull për tufën. Kjo është shumë e rëndësishme, apo jo? Duke qenë sa i tashmë ka thënë se kushdo që dëshiron të bëhet peshkop, të paktën palje ka thënë, punë të mirë dëshiron. Por pastaj duhet të thoni, e po, pse të më pëlqej të jem një plak kishe? Pse të përgatitem për ta lejuar dikë që të ma besoj këtë privilegj? Kam nevojë që të paktën ta kontrolloj veten në këto zona. Mos është vallë për shkak se dëshiroj të zotëroj? Mos mendoj se ka një mënyrë se si ta përdor këtë gjë si një mekanizëm përfitim? A jam me të vërtetë i gatshëm ta bëj këtë?